Se do doja që shkojmë me kolegen Bendis Druni për të parë se si është karakterizuar fushata e tij. Të përshëndes, Bendis. Përshëndetje, Aida. Se përket fushatës në qytetin e Shkodrës, paktën kësaj radhe mund të themi se kemi një mbarbajtje dhe që duhet vlerësuar shumë nga të gjitha anët, pra flasim këtu për sa i përket edhe partive politike që marrin pjesë të këtë fushatë zgjedhore, në këtë zgjedhje, dhe që të paktën eksperiencën time disa vjeçare në media mund të them se është një nga ato fushatat vërtet shumë të qeta dhe që kemi të bëjmë me një fushat goxha dinjitoze dhe të bërë në kushtet mjaft mira për sa i përket edhe marrëdhënies së palëve kundërshtare. Nuk është se kanë munguar ndoshta thumbimet paksa ndaj njëri tjetrit, por që kemi të bëjmë me një fushat që nuk është se kemi të bëjmë me shumë akuza të drejtuara, ndoshta edhe akuza të pavend. Pra deri në këtë momente nuk është se mund të themi që janë hasur problematika apo edhe kemi pasur ndoshta edhe konflikte, siç mund të ndodhur ndoshta në vende të tjera, në qytete të tjera të vendit tonë. Por që mund të themi se pjesëmarrja e kandidatëve të rinj për deputet, flasim këtu për shembull për kandidaten për deputete që ka shpallur pra kandidaturën për Mariana Koçekun, është në fakt fillimisht ka pasur një mosbesim karshi kësaj vajze, pasi për shumë qytetarë të Bashkisë së Shkodrës janë shprehur se ne nuk e njohim këtë vajzë dhe nuk e dim se kontributin e saj që mund të japi, por që duhet kujtojmë këtu se edhe në zgjedhjet e kaluara kur emri i ish ministres zonjës Dona Bilali, që tashmë ka edhe statusin e deputetes, ka qenë një njëjti reagim, por që më pas njerëzit qytetarët shkodran edhe u adaptuan me prezencën e saj, njëkohësisht edhe me kandidaturën e Mariana Koçekut, natyrisht që kanë filluar të adaptohen. Njëkohësisht kemi një emër të ri për sa i përket edhe për shpalljen e kandidaturës për deputet. Flasim këtu për Tedi Koplikun, që vjen nga rahat e Partisë Demokratike, ku në fakt Tedi Kopliku njihet edhe më herët si një simpatizant i zjarrt i kësaj partie dhe që ka dhënë kontributin e tij në forumin rinor të Partisë Demokratike në qytetin e Shkodrës dhe që kandidatura e tij nuk është se ka qenë e papritur dhe që paktën flasim për simpatizantët e Partisë Demokratike ka mbështetjen e tyre. Natyrisht kemi edhe kandidatë të tjerë të cilët janë të ri dhe që kanë shpallur pra kandidaturën. Flasim këtu për Barjander Shtiçaj, i cili është në përfaqësinë e Partisë Socialiste për sa i përket qytetit të Shkodrës. Më saktë ai dëshiron që të përfaqësojë Dugaxhinin, pikërisht nëse ai arrin të marrë edhe kandidaturën për të shpallur deputet. Nga ana tjetër kemi edhe emra të njohur siç është më saktë që kanë të bëjnë me familje. Kur themi emra të njohur në listën e hapur në Shkodër, kë ke konsiderat? Për emrat e njohur në listën e Shkodër kemi sa i përket Partisë Demokratike, kemi zotin Bart Spahia, ku më herët ka qenë edhe kryetar bashkie në këtë qytet. Më tej bijoj me zonjën Greta Bardeli që vjen posërish në radhët e Partisë Demokratike, ndërsa nga ana e Partisë Socialiste kemi të bëjmë pikërisht me zonjën e Dona Bilali, por që pra kemi të bëjmë me emra të njohur për sa i përket qytetit të Shkodrës, e njëkohësisht edhe Greta Bardeli Bjond mbetet pra siç e tham një nga ato emrat më të njohur dhe më të preferuar për sa i përket edhe mbështetjes në qytetin e Shkodrës nga radhët e Partisë Demokratike. Pa harruar këtu edhe zotin Spahia, pra që e cekëm edhe më herët që ka qenë edhe kryetar i Bashkisë së Shkodrës. Tani, të ndalemi pak tek ajo që ndodhi. Mos luaj me dy porta, Kristiani, tha kryeministri, kryebashkiaku të Vahut të Dejës. Si është komentuar kjo? Sa i përket kësaj pjese, ky koment nga kryeministri Rama ka ardhur pikërisht për, siç e cek edhe ti, për kryetarin e Bashkisë së Vahut të Dejës, zotin Kristian Shkreli, por duhet teksuar pjesa që në fakt ky mesazh presupozohet që është drejtuar nga kryeministri Rama kundrejt Shkrelit, pikërisht për faktin që ka të bëjë pra që Kristian Shkreli mund të luajë me dy porta, duke nënkuptuar që i ofron mbështetje edhe kryetarit të Partisë Socialdemokrate, zotit Tom Doshi. Duhet teksuar që ky koment mund të ketë ardhur për faktin se në Bashkinë e Vahut të Dejës duhet të cekim pjesën që ka shumë simpatizant të zotit Tom Doshi dhe besohet se kjo ka qenë edhe arsyeja pse kryeministri Rama e ka cekur këtë pjesë pra duke i thënë Kristian Shkrelit që të mos luaj me dy porta, pasi mbështetjen më të madhe le të themi edhe në numër
paktën deri në këto momente edhe në zgjedhjet e mëparshme që janë zhvilluar në Bashkinë e Shkodrës e njëkohësisht dhe ato të Vaut të Dejes, kemi pasur një mbështetje të madhe për socialdemokratët pikërisht në Vaun e Dejes dhe që siç e theka dhe më herët, pra ka një numër të konsiderueshëm simpatizantësh pikërisht këtij fundit, pra flasim për zotin Tom Doshi dhe kjo është edhe arsyeja që mendohet që kryeministri i ka thënë zotit Shkreli që të mos luajë me dy porta. Ndërkohë, si karakterizohet fushata e socialistëve në raport me aleatin me partinë e Tom Doshit? Si vret në terren atje? Atëherë kemi pak konflikte, le të themi, pasi duhet kujtojmë që në mbledhjen e Këshillit Bashkiak në fillim të muajit prill ka qenë pikërisht këta të fundit të cilët kanë ndërprer këtë mbledhje duke mos akorduar edhe nenet dhe pikat pra që kanë qenë për diskutim dhe miratim për sa i përket asaj dite dhe bëhet fjalë pikërisht një nga ato pikat më kryesore sa ka qenë edhe sa i përket pra plazhit të Velipojës dhe nuk është miratuar pikërisht pra kjo nga pikat kryesore dhe më pas janë ndjekur edhe nga anëtarët e Këshillit përfaqësues të Partisë Demokratike. Pra, për sa i përket marrëdhënies së PSD-s me PS-n, kemi një marrëdhënie ndoshta pak sa të krisur, kjo edhe për shkak pra të reagimit të anëtarëve të Këshillit të PSD-s që janë larguar duke mos miratuar pikërisht pra edhe pikat që do të diskutoheshin sa i përket plazhit të Velipojës. Nga ana e Partisë Socialiste kjo është klasifikuar edhe si një pengesë dhe që nuk dëshirojnë që të kontribuojnë për sa i përket edhe Bashkisë së Shkodrës, as më tepër për sa i përket plazhit të Velipojës, duhet teksuar dhe siç e dinë gjithë jemi në prag të nisjes së sezonit veror dhe që pikërisht kjo pjesë pra është një nga ato pikat të vërtet shumë të rëndësishme dhe kryesore për të diskutuar dhe miratuar, por që nga ana e PSD-s dhe të anëtarëve të Këshillit pra përfaqësues të Partisë Demokratike, të dyja palët janë larguar duke mos lejuar që të miratohet në rendite pra që ka qenë edhe kjo si temë diskutimi dhe që vijon të mbetet akoma pa u miratuar, pa pasur ndoshta një përgjigje eksakte si për sa i përket edhe opinionit qytetar, po njëkohësisht edhe për operatorët turistik që akoma nuk e kanë të qartë për sa i përket pra se si do të vijohet për ndarjen e parcelave të shezlloneve e të tjerë. Ndërkohë, ligji e ka qartë asnjë në bazë të hoteleve, njësiteve, po përtej kësaj. Vendisum po të falenderoj, të përshëndes, ndoshta ne do të shohim edhe momentet e tjera të cilat kanë të bëjnë me mënyrën se si vepron bota e krimit, ka tension, ka zona të cilat janë të ndara, po veprohet për të maksimizuar votat për subjektet caktuara, por do të mbetet në një moment tjetër. Sot të përshëndes.